Shkojmë tek lajmi fundit ku është kryeministri Edi Rama duke ju përgjigjur edhe komenteve të ndjekësve pikërisht në rrjetet sociale në rubrikën e tij Sy në sy. Edhe përfitoj nga rasti t'ju them të gjithë atyre që kanë akoma zarfin në shtëpi, qoftë në Greqi, qoftë në Itali, qoftë në Gjermani, qoftë në Britani, qoftë në Amerikë, qoftë kudo tjetër, që të mos e mbajnë në shtëpi. Ta nisin sepse në 11 maj kanë mundësin të jenë pjesë e këtij takimi të madh me historinë tonë europiane. Dhe dje, kur po shkoja për në Fierë, dhe Fierë më qëra fjala ishte flak, kryeqyteti socialist dhe ishte flak, mora dhe lajmin që grup kapitulli tjetër i negociatave u aprovua për t'u hapur. Pra, kemi hapur 16, hapim dhe 8 të tjerë tani, që bëjnë 24, mbeten dhe 11 për t'u hapur, dhe kam besim dhe shpresoj dhe uroj që me fuqinë e re të 11 majit do të hapim dhe ato 11 të tjera në tryezën e negociatave brenda këtij viti. Kështu që ky do të ishte një rekord europian, sepse asnjë vend nuk i ka hapur të gjithë kapitujt në një vit, dhe asnjë vend nuk i ka mbyllur negociatat në 3 vjet. Ne kemi nisur vjet, kemi 2027 si afat, edhe fati europian është në duart tona. Duhet të bëjmë tonën patjetër. Apo jo, që i dritan, rofsh je i madh, je shumë i madh. Orame, thot në reka, ja të shi, hyrit në reka në lojë, na u gjede me këtë pasportën europiane, unë e di që botë kemi nga Shqipëria, thashtë se po banë për emigrantat që këte në Shqipëri, o të kundër të, po pasaporta nuk është për të ikë në reka. Pasaporta është për të ngull këtu, në vendin që na ka caktu Zoti në mes të Europës, Den Babaden, një nga popujt më të vjetër të Europës, jo vetëm me zakon, por edhe me ligj. Jo vetëm me një kartë identiteti që thot në rek për palaj shqiptar në Shqipëri, por me një pasaport që thot në rek për palaj europian në Europë. Shqipërinë brenda Europës, ama jo europian në Europë andej, se ti ndrekt mund të kujtosh se je europian në Europë, gabimisht, po je i huaj në Europë akoma, për sa kohë nuk kemi atë pasaport. Nga më kupton, europian në zakon po, ja themi njëri tjetrit ne, por ja që të tjerët, ata që janë atje, në thonë këta janë të huaj. Nga kupton në rek. Arritjet janë bërë, por ama duhet përjashtuar që ignoranca po fuqizohet dhe monetarizohet, ndërkohë që truri ka emigruar. Ne që kemi arritur diçka jashtë, vështirë të kthehemi më shumë ata që nuk gjejnë veten. Marin Shera. Nuk jam i bindur për këtë, Marin. Kjo ha diskutim të madh, e para, e dyta, po të shikosh shqiptarët që janë kthyer, do shikosh që shqiptarët që janë kthyer janë njerëz suksesshëm, që vinë dhe eksperiencën dhe kursimet i mbledhin këtu bashk edhe bëjnë sukses. Natyrisht ka sfera të caktuara të suksesit ku mbase është e parësyshme që të kthehesh këtu, sepse nuk e di, një qendër e madhe kërkimesh për, nuk e di, në Francë, në Amerikë, apo një, nuk e di, por ama ka shumë arsye dhe shumë gjëra tjera që vallai det më mirë llogaria këtu. Ti Marin, po besoj.
Ore, si nuk ke turp, thot, kur thua do ju fus në Europë, po kush të fut ty o ma vri? Është për të ardhur keq kush vazhdon e beson këtë, thot Erdis Mustafa Raj. O Erdis, po mirë mos se ti ke bindjen tënde. Problemi është që kjo nuk është çështje opinioni, më Erdis. Ti po do të luftosh me fakte, me faktet nuk luftohet, se nuk është pruna që po e them unë. Puna është ajo që them unë gjen mbështetje tek ajo që thon ata në Bashkimin Evropian. Duam të mbyllim negociat deri në 2027. Kam kupton. Tani kush të fut ty o marvëri është për të ardhur keq, kush vazhdon e beson këtë. Po sigur ti është ti për të ardhur keq, që jo, nuk është problemi që nuk e beson këtë, se mund të mos ta besosh, se beso dhe kontrollosh kjo punë, por që të vjen keq për ty, për të gjithë të tjerët që besojnë. Mund të jesh edhe pak qesharak në këtë rast, apo ja. Si ka mundësi që këta komentuesi servila, sa më shumë t'i shkelesh, aq më shumë të duan. Veç me popullin shqiptar ndodh ky fenomen. Valentina Likometi, Valentina, populli shqiptar, ti dhe kushdo tjetër që ja nënvlerëson Mançurinë dhe që i përgojon gjykimin, i merr vetëm të keqen. Se kuptoj pse dalin e presin, veç varfri ju ka dhanë, thot Bosi. Bosi nuk kupton pse dalin njerëzit dhe presin mua. A e mërë Bosi. Po çfarë të kuptosh? Si për shembull ta kuptosh ti pse dalin njerëzit dhe presin mua në Fier, kur ti nuk do të kuptosh që pa ardhur unë bashkë me ne Partinë Socialiste në qeveri në Fier është një lumë të Bosi, quhet Gjanica. Lumë që ishte një lumë me dy l, në kuptimin e vërtet fjalës, që sa binte një shi lehtë, lumi dilte në përfjer, përmbyste Fierin. Mbledhur plerat, mbledhur mbetjet, mbledhur aty në mes të Fierit, kupton, një aortë e zemrës e bllokuar komplet. Dhe sot është i damari gjelbër i Fierit, njerëzit dalin bëjnë shëtitje. Dhe siç u transformuar Gjanica, transformuar sektorët e jetës në Fier, edhe në Shqipëri ti Bosi ton. Fol se nuk ke për të fituar, vetëm gënjeshtra, thot Bianca Kërtusha. Tani këtë punën kam për të fituar, s'kam për të fituar, e para njëherë nuk është çështja a fitoj, as fitoj unë, se kjo nuk është fare, po e di ku ti thonë fare personale, e kjo nuk është hiç, dhe ku thonë hiç për karrierën time, se po t'jetë thjesht personale dhe për karrierën time, e po pastaj se nuk po rrimë unë në atë karrige, e po vjen dikush tjetër, nga pikpamja ime personale. Por kjo është çështja për të fituar Shqipëria. Shqipëria fiton vetëm me mua dhe me Partinë Socialiste. Vetëm me mua dhe Partinë Socialiste. Siç e kanë treguar gjithë këto vite, kur kemi tërfishuar prodhimin e përgjithshëm të Shqipërisë. Kur kemi tërfishuar të ardhurat përfrymë të Shqipërisë. Kur kemi çliruar shumë energji të Shqipërisë, duke u bërë vendi me taksën zero, i vetmi vend në Europë, në rajon, me taksën zero për biznes në vogël. Duke
bërë rritjen më të madhe të pagave krahasimisht me rajonin. Kemi qenë të fundit fare bishti në rajon për pagat. Sot jemi në vendin e tretë, por kemi rritjen ama më të madhe edhe krahasuar me ata që janë në dy vendet e parë dhe që do t'i arrijmë dhe ata. A më kupton? Bianca. Kemi ndërtuar 53 spitale, Bianca. 53 spitale, për të gjetur spitalin e fundit të ndërtuar, duhet me shku mbrapa ndej nga vitet 60, fillim vitet 70, Bianca. Kemi ndërtuar 400 qendra shëndetësore, Bianca. 450 shkolla, Bianca. Do më kaq për moment. Ja dhe Filomena Guraziu, patronazhista lëpirës e pashtyr kurizore, pjesa më pa dinjitet e shoqënisë zgjohuni o flini për jetë. Do më thënë, këta janë pjesa më pa dinjitet e shoqënisë, kurse ti Filomena që je zhytur në kënet, ti je në dinjitet. Nisa, qatë të mund, dinjitet në kënet, e bufin e kënetës. Që mirë ma tha, bukur shumë gjëzoj. Qa bëhet shu tha. U rritëm tha, ne tha dhe rrisi fëmijët me këshillën që të kujdesin për keqt. Tani tha, qa janë ta që duan një plak të kujdesin për ta dhe për Shqipërinë.